Vodhi në një lokal një makinë dhe tentoi të vidhte 2 automjete të tjera pra nga 47 vjeçarit në Tiranë. Vodhi në një lokal një makinë dhe tentoi të vidhte edhe 2 automjete të tjera, është prangosur 47 vjeçari në Tiranë. Policia e Tiranës ka arrestuar një 47 vjeçar i cili akuzohet se gjatë një dite vodhi në një lokal një makinë dhe gjithashtu tentoi të vidhte 2 automjete të tjerë. Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi FZ të 47 vjeç. Nga veprimet hetimore, dyshohet se ky shtetas në datë 16/3/2025 ka vjedhur me thyerje produkte të ndryshme në lokalin e shtetasit LH, edhe automjetin e këtij shtetasi, si dhe ka tentuar të vjedhë 2 automjete të tjera të parkuara afër këtij lokali, të cilëve ju ka thyer xhamat. Shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale automjetin e vjedhur nga 47 vjeçari. Vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të ketë kryer ky shtetas.